Përshëndetje të dashur shikues dhe lexues të Telegrafit, mirë se po takohemi përsëri, edhe kësaj radhe duke raportuar për më të rejat e Prishtinës. Festivali ndërkombëtar i filmit në Prishtinë, që ndryshe njihet me emrin si Pri Film Fest, bëhet për çdo vit në Prishtinë, e që sjell në vete prodhimet më të reja ndërkombëtare të kinemas së Ballkanit dhe më gjerë. Kësaj radhe do të bëhet nga data 10 deri në 15 shtator. Përgatitjet janë nga fundi, gjithmonë kur janë këto nga fundi bën shumë intenzive, pak stresuese për neve, po njëkohësisht edhe jemi të lumtur që po kemi arrit, që është kulmi i një pune një vjeçare realisht për të arritur te këtu. Mirë është, stafi po punon full time, janë ato, si më thënë, detalet e fundit. Pra fillojmë ashtu si që kemi paralajmëruar, prej datës 10 në datën 15, pra i bie prej të martës temet të dielën. Programet janë gjitha, janë publiku, sot është publiku dhe programi kryesor, ai që është i filmave ballkanik, më përpara kemi publiku dhe programet tjera që i kemi, kështu që këtë është gati, vetëm po presim të fillojmë. Atëherë, cilat janë të rejat që kanë me u shfaq në këtë festival? Çka ka me përfshi festivali? Ajo që është kryesore, që gjithmonë kemi pas fokus, natyrisht është të sjellim gjitha premierat filmave, po gjitha filmat që i sjellim janë premiera në Kosovë, ato që janë në garë. Shumica, të gjitha janë premiera në Kosovë, ndërsa nga ta kemi edhe premiera botërore, siç është filmi me cilin e hapim festivalin, filmi i regjisorit Isa Qosja, Lelek, që është koproduksion i Kosovës me Malnezi, pra është premier botërore. Ndërsa kemi edhe premiera ndërkombëtare, premiera evropiane, ka shumë premiera rajonale. Me një fjalë, pra janë mos gaboj 22 filma në total, që të shfaqen si vjetë në kategoritë ndryshme, prej asaj kryesore që filmi gjatë artistik ballkanik, filmi i shkurtër, filmi i metrazhit mesëm. Kemi edhe programe speciale, siç është ai Fokus, ku e kemi në fokus një shtet të caktuar, këtë si vjetë është Britania e Madhe, edhe programi special që është Let It Be, që ka bërë me komunitetin LGBT. Total për 22 filma, shumë filma, ka shumë edhe aktivitete përcjellëse, që e karakterizojnë edhe si vjetë, që është pjesë e Pri Forumit, pra Prishtina Film Forum, janë këto pjesa industrisë, janë këto punëtorit, panel diskutimet, gara e projekteve, e shumë festa muzikore, në cilat do të gjithë mysafirët që janë ata ndërkombëtarë dhe këta vendorë që do të takohen, do të shoqërohen, do të festojmë së bashku të dielën me 15 shtator. Përveç këtyre aktiviteteve dhe filmave që kanë me u shfaq, a do të ketë figura publike, nëse mundesh me i nda me leve, kush do të jetë prezent këto? Ende jemi në ato momente kur nuk po guxojmë të shpalosim bashkë gjitha emrat se pa konfirmuar 100%. Në jurit, që kemi disa jurit, do t'jenë disa emra shumë kështu të njohur edhe shumë për industrinë e filmit. Për sot nuk mund të shpalos atë pa ja bler biletën, por po do të ketë si çdo vjet, do të ketë emrat industrisë filmit, natyrisht do të ketë edhe nga rajoni, do të nga Kosova, njerëz të autoritetit të lartë. Si vjet kemi në fokus Britaninë e Madhe, do të kemi 3 filma bashkëkohor britanik, do të jenë edhe ekipet e filmave që do të prezantohen këtu. Me ambasadën britanike kemi zhvilluar këtë projekt, por edhe me ambasadën franceze e kemi si vjet në mbështetje, ata na kanë ndihmuar të sjellim disa kinast francez, disa filma francez që do të kemi. Kështu që është si vjet një edicion interesant, ka nga këta filma që bën karakteristik edicionin, filma që janë ngarë në filmat ballkanik. Për 6 filmave, 4 filma janë që janë koproduksion me Kosovën. Pra Kosova ose është koprodukent mazhoritar, pra është koprodukent kryesor, ose minoritar, pra është koprodukent më i vogël, por gjithsesi pra Kosova prezente nga 6 filmat në 4 filma, asnjëherë se kemi pas këtë. Kjo na gëzon shumë. Kemi pas prezencë gati çdo natë komunitetit artistik kosovar në skenë ose në screen, në
në bez. Kjo edhe dëshmon edhe për rritjen e kualitetit edhe kuantitetit të filmave të Kosovës, pra pushtohemi, po bëjmë filma më shumë, edhe më mirë po besoj, edhe kështu që jemi të lumtur që si vjet pra kjo Kosova do të jetë prezente si asnjëherë më parë. Ndërsa për fund, si mendoni që po pritet ky festival nga publiku? A mendoni që do ta mirëpres publiku gjithë këtë organizim? Publiku jonë gjithmonë ka pas një kërshëri, një kurreshti të madhe, sidomos për filmat e Ballkanit, që është kategoria kryesore, garuse të ne që kemi në prime time në ora 7:30, ka kërshëri të madhe për këta lloj filma, për filmat e shkurt dhe ata të mesëm, tradicionalisht ka pas më pak publik, por ka qenë në rritje, si më thonë trendi ka qenë në rritje. Fakti që edhe si vjet nuk është 22 filma, pra nuk ka për shkak se kemi ndo aktivitetet gjatë vitit, kemi edhe aktivitetet tjera, javë të filmit dokumentar, të filmit artistik, dokumentar, i punojmë gjatë vitit. Ky prifesti është ngjesh, pra ka më pak në numër filma, që po besoj është më mirë për publikun, se shpesh ka ndodhur kur kemi pas disa filma njëkohësisht që në dhënë lokacione të ndryshme, publiku jonë, si më thonë, është dashur të zgjedhë në cilin të shkoj. Kështu që ne si vjet kemi vënë një orar ku këta filmofilet, publiku mund të shef të gjithë filmat, sepse do të gjithë do të jepen nga një herë, por në, si më thonë, programe të veçanta. Jam shumë besoj që do të ketë sa shone nga këto postimet që po i bëjmë, na shkruajnë shumë njerëz ku mund të marrin biletat, kur filloni me shitje bileta, si është me ftesa, kështu që po shohni një trend të rritjes të interesimit.